Si shqiptar, a kemi krijuar një lloj identiteti për dekorin, mënyrën si dekorojmë shtëpinë? Apo gjithmonë jemi të huazuar duke parë këto trendet, modele që na vijnë? Kur më thua stili shqiptar, më kujtojnë qentrot e nënave, kështu që ajo besoj është karakteristika e stilit ton shqiptar, dhe pse ne nuk kemi një emërtim specifik për stilin ton të arredimit. Besoj se etniteti apo Huazimi kulturave, ndoshta. Kjo ballkanasja që na karakterizon më shumë, siç e thash janë qentrot, dekori ynë karakteristik, por pastaj kemi dhe drurin e ngjyrës ahut që ne kemi pa të zonave tona, po. Mendoj që me kalimin e viteve po e përshtasim më shumë apo i përdorin më qentrot në dekore? Besoj në dekoret e shtëpive? Jo. Varet nga mosha, por deri ke prindërit ton besoj i kanë përdorur. Të gjithë kemi pasur, po. A mendon që mund të kthehet, sepse unë mendoj që është një gjë shumë e bukur. Po, i pëlqen stili vintage, patjetër që mund ta preferoj. Personalisht nuk e kam vendosur në shtëpi dhe nuk të rri, ndoshta. Mirë, por pse jo, mund të vi dita që dhe mund të rikthehemi gjërave që kemi më shumë nostalgji. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.